në Shqipëri. 31 mars. Ngriuni për vendin tuaj. Sot në Prishtinë është një mundësi e madhe që ekipi përfaqësues i Kosovës të kualifikohet, fitojë me turqit dhe Kosova të vi në kampionatin botror në Amerikë. Janë me mira shqiptar amerikanë, të cilët do të ndërronin që të ishin në shkallët e stadiumit dhe të brorisnin për Kosovën. Mbas eliminimit të kombëtarëve shqiptare, përfaqësuesja e Kosovës na jep një kënaqësi të madhe. Natyrisht që Kosova është pjesë e Shqipërisë, unë kam qenë gjithmonë që të kishim një ekip kombëtar, një kampionat të përbashkët futbolli, por siç do të më thoshte Baleta i madh që në këtë rast është pozitive, sepse në sa më shumë organizma ndërkombëtare Kosova të marrë pjesë, tregon njohjen nga saj. Pra nëse Kosova do të vinë kampionatin botror në Amerikë, do të njihet më shumë. Kosova e meriton. Do doja që të mos i drejtohemi me ato termat idiotesk që dëgjojmë ndonjëherë kombi kosovar, kombi është një shqiptar. Jemi dy shtete, siç ka qenë West Germany and East Germany, siç është Korea, dhe një ditë pa diskutim unë mendoj, dëshiroj që të zbatohet platforma e Jesse Helmsit madh, i cili kur i shkruante në vitet 80 presidentit Reagan, e sqaronte për pozicionin e Kosovës, shqiptarëve, aspiratët e tyre dhe Ballkani do të gjejë qetësi kur Kosova të bashkohet me një Shqipëri, por jo një Shqipëri komuniste, për të mbajtur sa më larg nga ujërat e ngrohta në Adriatik, ariun sovjetik. Natyrisht që me këto që po ngjasin, po ndodhin me misionin ushtarak ose luftën në Iran, ka rënë vëmendja. Edhe për Kosovën, ka rënë vëmendja edhe për Shqipërinë. Presidenti Trump nuk është normal me ato që shkruan në Twitter dhe në mediat sociale. Fatkeqësisht po kthehet në normalitet diçka jo normale. Do të ketë spostime të trupave amerikane në kontinentin evropian. Unë nuk do dëshiroja kur që të ndodhte në Kosovë. Natyrisht që planet e kafshimit të trojeve nuk janë zhdukur, sepse ende në pushtet është Rama, ende në pushtet është Vučić, por fatmirësisht Kurti ka qenë kundër kësaj. Në administratën e parë Trump, thuaj se kjo ndodhi. Është thënë që u bllokua nga Merkel. Respekt ndaj saj. Sepse në aleatët strategjik shqiptar, tre janë, në Ballkan Turqia, në Europë Gjermania, globalisht Amerika. Trump ka dhënë afat deri në 6 prill, por janë dërguar marinsat dhe parashutistët të cilët po afrohen. Generalet amerikanë janë përgatitur për një rast të marrjes Ormuzit në lojrat që ata realizojnë kompjuter dhe i dinë se si mund ta marrin Ormuzin, si mund të marrin atë Carl Island. Nga ana tjetër, edhe Irani është përgatitur. Irani është dëmtuar shumë. 22.000 bomba të hedhura. Natyrisht që nga ana strategjike Trump nuk po fiton. Taktikisht po. U premtua se do të ndihmojë populli iranian për mbysur regjimin, ketë ndryshim regjimi, nuk ka ndryshim regjimi, por është dobësuar sa nuk mban më. Më i dobët se kur regjimi nuk ka qenë. A do të ngrihen iranianët për ta përmbysur? Nuk është aq e lehtë. Sepse regjimi kriminal vret, nuk ka mëshirë. Trump ka lënë disa opsione, do të bombardojë, në qoftë se nuk e hap Ormuzin, do të largohet dhe do të lejojë europianët, britanikët, francezët të merren vetë me naftën që blejnë atje, ose të blinin naftën tinë, thot Trump. Trump ka krijuar probleme me tarifat, që kanë nxitur inflacionin, siç thot kreu i Federal Reserve, dhe është tërhequr në këtë mision ushtarak nga Netanyahu. Ky është fakt. Ndaj J.D. Vance, i cili pretendon të presidenti i ardhshëm, në disa bisedime telefonike ka qenë i ashpër me Netanyahu,
i cili e ka pasur mision tjetës pikrisht këtë që dëgjej më në fund një aleat Amerikanë në Shtëpinë e Bardhë për të shkatruar Iranin dhe për nxitur ato ëndrat e një Izraelit madh. Ja kam thënë disa herë, e keqja në atë vend është Izraeli. Pa u zgjedhur çështja e Palestinës nuk ka paqe. Irani dëshiron ta zgjasë sa më shumë këtë konflikt sepse di presionin e madh ekonomik dhe politik që ka ndaj presidentit Trump dhe kërkon të tregohet i fortë për të shtypur një revolt mundshme që do të ngjasë. Izraeli kërkon që konflikti të mos ketë paqe, mos ketë zgjidhje, por një luftë civile për të dobësuar Iranin, për ta coptuar, sepse siç ja kam thënë, janë 33% azer, janë kurd, ka turq, por nuk është aq e lehtë. Por Shqipëri. Ajo që shqetëson më shumë është që në diskursin politik diskutohet për dy emra mediokër, Spiropali Majtas dhe Gjysmajtas Saliani. Kjo tregon nivelin e ulët politikës shqiptare. Natyrisht që partitë shqiptare funksionojnë si reparte ushtarake dhe është e vështirë të heqësh Ramën, është e vështirë të heqësh Berishin, sepse kështu funksionon. Këtë sistem partijak ka zgjedhur Shqipëria. Duhet zgjedhur sistemi i votimit, sistemi i numërimit, sistemi i zgjedhjeve, si duhet të jenë përfaqësuesit, jo me lista partish, ajo që unë them shpesh, kushtetutë re, republike re. Ideja që Braçë është vetë ofruar për kryetar bashkia nuk ka asgjë të keqe. Braçë është një figurë politike e Partisë Socialiste, që në vitën 90. Manasreliu nuk është. Braçë, me sa di, nuk është akuzuar për korrupsion, edhe pse ka qenë zëvendësor ministër. Pra, kjo do të jetë stili se si të zgjidhen drejtuesit. Ka personazhe që duan të hyjnë në jetën politike, që duan të shërbejnë qytetet të tyre, pse jo? Problemi është ky, që mbas 4 orës Ramës dhe vjedhjeve skandaloze të Veliaj, Tirana meriton të ketë dikë jo më e majta. Bashkia e Tiranës është shumë e madhe. Duhet për mendimin tim ndahet në 4. 4 bashki të mëdha. Dhe realisht çpun ka kryeministri t'i japë leje ndërtimin në Tiranë. Trump t'i japë leje në Manhattan. Në qoftë se zgjedh një kryetar bashkie, Këshilli Bashkiak, me votime reale, ata duhet të vendosin. I teket globalit Surrelit 74, 44, 50 kush i ble? I blen serbët, i blen rusët. Dhe ndërkohë që unë kur vin qytetin tim nuk gjej çerdhën time, nuk gjej klasën ku kam parë klasën e parë fillore, 8 vjeçaren, gjimnazin, fushën që luaj futboll, kineman. Pra nuk është më qyteti im. Dhe kush e vjen? Shefi lindave, i cili mund të ketë vjetur me miliardë dollarë. Por shikoni se si është i tromaksur, i trembur. Ajo që i thot Palloshi e kontrollon keq. Surreli është rrethuar. Spaku dosit i ka masive. Pse ndalohen familjarët e Ramës nga agjencitë e luftës krimit dhe të pastrimit të parave në Amerikë? Megjithatë, fundit i është ndorë shqiptarëve. Protestat, shikoni si zhvillohen në Gjermani, në Francë, në Greqi. Protesta nuk është koncert i Vienës me violin. E keqja ikën me të keqja. Përsa i përket që se si zgjidhet një kryetar partie, do të flasin ata që janë antar të partive. Dhe në këtë çast, kur bota nuk dihet se si po shkon në Iran, do vazhdojnë shqiptarët të durojnë një kusar, një mediokër, një anti-shqiptar, i cili nuk prodhon më asgjë, vetëm fasadë. I kthejmë dhe njerë, uroj fitore ekipit në Prishtinë, na japin atë krenarin si kom. Ata na përfaqësojnë. Unë besoj se ata do të fitojnë. Kjo është dëshirë, por dhe po të qenë racional, ndeshja është në Prishtinë, nuk është në Istanbul. Edhe pse Turqia nuk ka ekip të keq. Ju falenderoj.
kudo në Shqipëri. Muar Nigeri, nuk e di nëse do të futen në Ballkan, do të ishte komplikuar. Unë nuk shoh asgjë që dilte nga kjo. Mund gabohem, sigurisht, por unë e shikoj këtë si me më shumë një pozicion nga njerëzit rreth Trump, dhe jo domosdoshmërisht diçka në të cilin ai është përqendruar. Kohët e fundit ai po flet për doktrinën Monroe. A mendon vërtet se Trump e njeh se ç'është doktrina Monroe? Jo. Ky është një ushtrim për krijimin e Marcus Brandy. Është sikur ti vendosësh emrin e tij qendrës Kennedy. Kjo është kur ti ke njerëz që flasin për doktrinën Monroe. Për Trump ajo që është pjesa më e rëndësishme është pjesa e Don. Nuk jam i sigurt, ambasador Kushner ishte përfshirë në Beograd në investime, teknikisht është jashtë, akoma kërkon në Shqipëri. E shikon të takohet me Putinin. A është kjo një dëm për administratën që vëndri bën biznes në të njëjtën kohë vjen si një deklaratë hetimet edhe ndaj tij. Ai nuk është pjesa e administratës të boltën, por mendoj se është një gabim serioz nga pjesa e Trumpit, por dhe nga ana e Kushnerit. Në mandatin e parë ai ishte pjesa e administratës. Dhe për aq sa di unë, i kaloi nëpër të gjithë procedurat e verifikimit etikës dhe përmbushi kërkesat financiare të deklarimit. Dhe çfarëdo gjë tjetër që ishte nevojshme për të shmangur konfliktin e interesit. Tani nuk është punonjës i qeverisë. Unë nuk mendoj se ka kaluar ndonjë nga këto gjëra. Nuk kam dëgjuar asnjë provë që ai ka marrë leje të sigurisë, certifikat sigurie. Dhe mendoj se ai mund të rezultojë i prekshëm në netime pas disa vitesh nëse dikush heton sjelljet e tij sot. How do you see the situation there? Përmendet Grenell në Ballkan, por unë nuk mendoj se ai ka më pushtet. Kur të fitojnë në Kosovë, Grenell ishte plotësisht kundër tij. Si shikoni situatën? Mendoj se Grenell ka kaluar në gjëra të tjera, siç e dini është kryetari i bordit Trump Kennedy Qendër, dhe ka qenë i përfshirë në çështjen e Venezuelës. Nuk jam i sigurt se çfarë bën realisht. Unë mendoj se ai do donte që të zvendësonte Marco Rubio si sekretar shteti. Megjithatë, kjo nuk duket se është në plan së shpejti. Si shikoni ambasador pozicionin e Rubios? Duket se Witkoff është de facto sekretari i Departamentit të Shtetit. Mendoj që Rubio meriton shumë nga meritat për përpjekjen për të përmbysur regjimin e Maduros dhe Venezuelës. Por mund të jetë ai që u përqendrua sepse nuk ishte fare pjesë e negociatave me Iranin apo e negociatave me Rusinë dhe Ukrainën. Duhet jetë shumë frustruese për të që edhe pse ka një përvojë të jetë me pronë shumë të madhe dikush që merret me shitje pallatesh. Si shikoni ambasador zgjedhjet e mes mandatit, sepse nuk besoj se Ukraina Maduro sill vota. Mendoj se e dëmton Trumpin. Mendoj se shumica e njerëzve do thoshin se ata mendojnë se republikanët ka të ngjarë të humbasin dhomën e Kongresit, gjë të ishte një pengesë e rëndë për Trumpin. Mendoj se ka më shumë gjasa që republikanët do të mbajnë Senatin, por me një diferencë më të ngushtë. Dhe ka një shans të vogël që demokratët fitojnë në Senat. Por kjo është e pamundur sipas mendimit tim, por dhe humbja e Kongresit e bën mjedisin politik vërtet shumë të ndryshëm. Unë mendoj se ky rrezik është në mendjen e Trump. Mendoj se kjo është një arsye pse në vitin e tij të parë detyrës, që tani afrohet vitit të dytë, ai po përpiqet të lëviz kaq shpejt sepse e di që se nëse humb kontrollin në një dhomë në Kongres në Nëndor do të ketë vështirë që të bëjë atë që dëshiron. Ai mund të shkarkohet nga Kongresi. Duke njohur demokratët, jam i sigurt se ata do ta shkarkojnë përsëri. Kam qenë në administrata presidenciale republikane ku demokratët kanë pasur kontrollin e njërës nga dy dhomëve të Kongresit. Ambasador, shoh se të gjithë që kanë mbetur të majtët këtu në Evropë, po mbysin Trumpin që ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Kjo ka ndodhur me Norvegën 40 vjet më parë. Mendoj se ka qenë i përfshirë. Nuk besoj se po shkel në ligjin ndërkombëtar. Ai është president i paligjshëm, ai voti zgjedhjet. Dakor. Në fakt sapo kam shkruar një artikull te Australian Financial me rastin e Norvegës, sepse ai kishte hedhur poshtë
rezultatet e zgjedhura të fituara nga një kandidat presidencial, i cili kishte premtuar të largonte Noriegën nga detyra. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikën u ftuan nga ai, pra nga kandidati presidencial, dhe kur Noriega u largua, ai mori poshtetin. Kjo është ajo çfarë duhet kishin bërë në Venezuelë. Is it normal? I didn't see him in Mar-a-Lago. Si e shikoni pozicionin e G.D. Vance? A ishte normale, nuk e pash Mar-a-Lago. Është zënës president. U habita shumë. Aty nuk ishte as gabar. Edhe unë u habita. Normalisht, Vance duhet të ishte atje. Pikrisht në mes të marrjes të gjitha meritave për këtë, por ai tha që iku diku në Ohio. Nuk jam në dieni nëse kanë publikuar arsyen pse. Mendoj se ai thjesht nuk donte të ishte në foto. Pra kjo tregon për Vance, i cili dëshiron të kandidojë si pasardhës si Trump, që është një rrugë shumë e vështirë për të ecur, nga që Trump nuk po e mbështet hap. Ndoshta ka një hap portë hapur për Rubio. Mund të ketë një ndarje në dy styre, ndoshta mbi Venezuelën, ndoshta edhe për diçka tjetër. Kudo në Shqipëri.